Donald Trump është i çmendur, kështu mendojnë shumë njerëz, jo vetëm kundërshtarët e tij të deklaruar, aq më tepër që kur presidenti nisi një përplasje me Papën dhe e paraqiti veten si krisht dhe shpëtimtar. Të hënën e kaluar, Trump publikoi në platformën e tij Truth Social një postim ku sulmonte ashpër për bashkëdhetarin e tij në fronin e Shëmpjetrit. Leo i 14 është i dobët në çështjet e kriminalitetit dhe një katastrofë në politikën e jashtme, shkroi ai. Papa, sipas Trump, duket se e konsideron në rregull që Irani të ketë armë bërthamore. Ai shtoi se nuk dëshiron një pap që kritikon presidentin e Shteteve të Bashkuara, vetëm sepse ky i fundit zbaton mandatin e votuesve, konkretisht luftën kundër migracionit të palikshëm dhe së fundmi kundër regjimit islamist në Teheran, që synon të pajiset me armë bërthamore. Për më tepër, Trump deklaroi se nëse unë nuk do të isha në shtëpinë e bardhë, Leo nuk do të ishte në Vatikan. Në ditët në vijim, ai publikoi imazhe të krijuara me inteligjencë artificiale, ku paraqitej si Jezusi apo si apostull. Diagnostikimi se Trump është bërë plotësisht i çmendur është bërë pothuajse një opinion shumice. Disa e kuptojnë këtë në mënyrë metaforike, si shprehje të një narcizmi të tepruar, ndërsa të tjerë besojnë se ai është realisht i paqëndrueshëm mendërisht dhe duhet largohet nga detyra sipas amendamentit të 25 të Kushtetutës së SBA. Pavarësisht nëse Trump është apo jo në gjendje të mirë mendore, përplasja e tij me Papën meriton një analizë më të thellë historike dhe politike. Për këtë duhet kujtuar fjalimi i Papës Leo 14 më 9 janar para trupit diplomatik në Selinë e Shenjtë, si dhe thirrjet e tij të vazhdueshme për paqe që nga dita e palmave. Në këtë ndërhyrje, edhe pse nuk përmendet drejt për drejt, Irani është një element i pranishëm në sfond. Në atë kohë, bota ndiqte me vëmendje protestat masive në Iran kundër krizës ekonomike dhe regjimit të mullahëve. Forcat e sigurisë reaguan me dhunë të ashpër ndaj demonstruesve paqësor, me urdhër të drejt për drejt Ayatollah Ali Khamenei. Më 13 janar, Trump reagoi duke shkruar: "Ndihma është rrugës", duke inkurajuar protestuesit të përmbysin regjimin dhe të marrin kontrollin e institucioneve. Në fjalimin e tij të politikës së jashtme, Papa Leo i 14 u fokusua më shumë tek historia sesa tek aktualiteti. Si antar i urdhrit Augustinian, ai u referua gjerësisht Shën Augustinit dhe veprës së tij De Civitate Dei, ku përshkruaj dallimin mes shtetit të Zotit dhe shtetit toksor. Sipas Papës, shteti hyjnor karakterizohet nga dashuria ndaj Zotit dhe ndaj të afërmit, ndërsa shteti toksor nga dashuria për veten, pushtetin dhe lavdin. Papa theksoi se bota aktuale përballet me sfida të ngjashme me ato të kohës së Augustinit, migracion masiv, ndryshime të mëdha gjeopolitike dhe transformime kulturore. Ai paralajmëroi përdopsimin e multilateralizmit dhe zëvendësimin e diplomacisë së dialogut me diplomacinë e forcës, si dhe për rikthimin e luftës si mjet politik. Ndër të pranishmit në këtë fjalim ishte edhe ambasadori i ri amerikan në Vatikan, Brian Burch, një figurë e rëndësishme e katolicizmit konservator në SBA. Ai ka argumentuar se politikat e Trump për migracionin dhe tregtin janë në përputhje me doktrinën katolike, pasi forcojnë kohezionin shoqëror amerikan. Megjithatë, vëzhguesit vunë se Papa nuk përmendi drejt për drejt Iranin në fjalimin e tij, pavarësisht situatës së tensionuar. Ai kritikoi shkeljen e së drejtës ndërkombëtare, duke aluduar për veprimet të SBA-s, si ndërhyrja kundër presidentit venezuelian Nicolas Maduro. Pas këtij fjalimi, marrëdhëniet mes Vatikanit dhe Washingtonit u përkeqësuan ndjeshëm. Debati fillestar u zëvendësua nga akuza dhe fyerje, edhe përplasjet mbi konceptin teologjik Ordo Amoris, të përdorur nga zëvendës presidenti J.D. Vance për të justifikuar politikat migratore, thelluan ndarjet. Vatikani kundërshtoi këtë interpretim duke theksuar universalitetin e dashurisë së krishterë. Ndërkohë, Papa intensifikoi thirrjet për paqe gjatë luftës me Iranin, duke dënuar luftën, adhurimin e paras dhe glorifikimin e pushtetit. Ai cilësoi kërcënimet për shkatrimin e Iranit si të papranueshme. Megjithatë, ai nuk adresoi drejt për drejt retorikën e Teheranit kundër Izraelit, gjë që u kritikua nga pala amerikane. Sipas Trump dhe aleatëve të tij, Papa mban një qëndrim të njëanshëm kundër SBA-s, ndërsa në vetë Amerikën, shumica e katolikëve, si liberal ashtu edhe konservator, kanë mbështetur Papën dhe kanë kritikuar deklaratat e Trump. Trump beson se një fitore në konfliktin me Iranin mund të sigurojë mbështetje të gjerë elektorale, veçanërisht nga votuesit katolik. Megjithatë, disa analistë e shohin atë tashmë si një figurë politike në rënje. Në një reagim të fundit, ai deklaroi se Irani ka vrarë mijëra protestues të pafajshëm dhe e cilësoi të papranueshme që ky vend të ketë armë bërthamore. Në historinë amerikane, retorika mesianike nuk është e re, që nga koha e John Winthrop dhe koncepti të qytetit bicoder, ideja e një misioni global amerikan ka qenë e pranishme. Në këtë kuptim, përplasja aktuale mes Trump dhe Papës pasqyron edhe një debat më të thellë mbi rolin e SBA-s në botë dhe kufit mes pushtetit politik dhe autoritetit moral.